Limra Abdigjiku. 10 veta në vetëvendosje. Nëse bëhen bashkë grupi parlamentar i vetëvendosjes dhe grupi parlamentar i LDK-s, kryetari i LDK-s është 11 me vota. Pra, duhet të respektojmë rezultatin zgjedhor. Nuk mundemi ta shkelim vullnetin e popullit. Unë nuk po them që opozita është e parancishme, përkundrazi, kam bërë ofertë gjeneroze. E çka votë prej meje? Ja votu vot presidentin e vetëvendosjes? Edhe me marrë kryetarin e kuvendit, ose me marrë këtë opozita që t'i ka ofru. A din çka më përgjon kjo? Seja Barsaleta, për ata 2 policë që shkojnë në derë, ati i trokasin, a i pyet kush është policia, çka më doni po doni me bisedu? Sa veta jena 2, a ne folë me zveti. Edhe këta, sa veta 10 po thotë na më shumë, a ne bremë rrëvesh me zveti se janë dhe presidenti çka po më thirr. Apo kupton, a ka 10 veta na më shumë vota. Unë na qenë kemi të parancishëm. Rregull jemi, unë s'kom lyp asgjë prej teje. Më ke çu kërkesë për ta kem të komon ta kem. Të kom dëgju, edhe në rregull kom menduar që vendi nuk i duhet 3 pozita vetëvendosjes sepse si ki votat për atë punë. Me qenë se i pas ke 10, folje me zveti, bre. Pas një dëshirë me folje me zveti se pas një vota, ja po fshitarit. Po, unë mendoj që paramendon që këshim bukta me pas kërku. Po, duket pak nervoz, po s'ka nevojë me qenë nervoz. Paramendon me pas kërku në diçka. S'kom kërku asgjë. S'kom kërku asgjë çka po doni. Jo keni kërku prej meje, vota për president vetëm nuk ka. Në fillim as kjo kërkesë ka qenë vetëvendosjes. Por ai që është pretendent kandidat tash, që ka aplikuar për punë, që s'po më merr punë, se është aplikim i vërtet, se ti tash ka më apliku me letrat, ti tash ka më pas votat. Edhe ai ka thonë se duhet më pas 3 pozitat vetëvendosja. Edhe unë besoj që ai beson ç'është. Mirë. Edhe unë du me besu që ka njerëz racional që besojnë që kjo s'është e mirë për Republikën e Kosovës. E shohim, nëse shkojmë në zgjedhje e kuptojmë a është e mirë, a po veç unë diçka po tregoj për demokracinë e vendit, edhe po tjetë ndryshe. Unë si demokrat, si i djathtë, si besues i madh në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në vetë Republikën e Kosovës, do të angazhohem edhe veç me qenë që mos me pas kapje të plotë institucioneve prej një partie. Nuk i bën mirë Republikës së Kosovës, pra s'ka rëndësi. Lemo që kemi vendimarrje, po s'ka rëndësi, s'ka logjik që një proces i tillë të përfundoj kështu si është provuar të përfundoj tani. Unë veç ndi keqardhje, për ne po ndi shumë keqardhje që shqetësoni edhe një herë, shkum zgjedhjen në shkurt 2025, në dhjetor 2025, paramendoj në qershor 2026 për shkojmë zgjedhje. 3 palë zgjedhje nacionale për një pozitë e cila mundet lirshëm me u zgjidh, ose ka mund, tash mos mundet, tash është e përfunduar, ka mundur lirshëm zgjidhet me një takim të përbashkët. Pse dhe ministri deri në kapat, mund të ketë një kat, veç kështu.